jemi rikthyer në pjesën e tretë në rrugë të shikus, ndonjëherë e bëjmë me 3 pjesë, i ngushtuam pak, dy të parat. Ç'po ndodh me negociatat të SBA-Iran? Nëse po më bën shenjë që deri tani ai nuk ka thënë ndonjë gjë. Jo. Nuk ka thënë gjë Trumpi për ishte para zhvillim të ri fare tani? Jo, ka thënë. Ka thënë. Atëre, në këtë pjesë do të flasim thamë për luftën, vijoj në negociatat SBA-Iran për mbylljen e luftës, ç'po ndodh, pse vendosi SBA blokadë në ngushtisë në Hormuzit dhe a funksionon blokada? A jo? Shumë gjëra në rrugë të shikus nuk i kuptojmë nga kjo luftë. Erunit Gjinisi dhe Egon Loli do t'jenë me mua që të flasim për mbledhas të themi ç'po ndodh dhe qysh tek, edhe pse jemi të habitur. Faleminderit shumë, Tani çfarë po ndodh tani me negociatat SBA-Iran? A vijojnë? Çfarë po negociohet konkretisht? Dhe ç'po ndodh? Deri para pak ditësh, të hënën emisionin e kaluar po diskutonim a jemi ndërmjet luftës apo një marrëveshje. Tani me sa duket jemi më afër marrëveshjes se sa luftës. Kam parasysh këtu deklaratën e presidentit Trump para pak orësh, 2 apo 3 orësh, ku çuditërisht, siç e karakterizojnë atë gjithmonë qëndrimet, kishte një përmbysje me gjithçka kishte thënë paktën 10 ditën e fundit apo javën e fundit. Ai midis tjerë është tha që jemi në prag një marrëveshje, ndërkohë J.D. Vance kishte thënë më herët që jemi në prag të mbylljes një marrëveshje të madhe. Pak më herët, sot paradite, ishte ministri i luftës dhe shefi i forcave të armatosura të komandës amerikane, i cili bëri një përshkrim detajuar, viziv, me pamje satelitore për të shpjeguar opinionit publik, ja si ishte i bllokuar Hormuzi para se të fillonim në rrethimin, dhe ja si është tani. Me idenë që ka filluar zhbllokimi, e vërteta është krejtësisht ndryshe. Hormuzi nuk mund ta bllokojë dot as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as Irani. Irani nuk e bllokon dot sepse bllokon veten e tij. Mos harrojmë që Irani çdo ditë humb $400 milion vetëm nga Hormuzi, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për importin e gazit dhe naftës, po janë dhe petrokimikatat dhe shumë produkte tjera. Irani ka një industri zhvilluar, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse shikojmë vetëm kontekstin ekonomik, nga kriza e Iranit ka rritur eksportin e naftës bruto në 4 milion fuqi në ditë. Domethënë fiton 400 milion. Pothuajse është kokë fitore dhe humbja. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur këtë 4 milionçin e eksportit të naftës bruto. Po thoja në fillim të herës që akoma s'ka marrëveshje, po shumë gjëra po lëvizin. Dje dhe pardje, po themi më mirë, negociatori kryesor, shefi forcave të armatosura të Pakistanit bëri vizitë në Iran dhe nesër niset për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që këtë lloj lëvizjes, dhe ai është negociatori kryesor, Pakistani tregoi që ishte i vetmi shtet i cili mund t'i ulte palët në tavolinë edhe për shkak të refuzimit një pas njëshëm të Iranit për të patur një negociator të besueshëm. Tërë të tjera u refuzuan të gjitha variantet jashtë Pakistanit, po nga ana tjetër Irani krijonte edhe idenë e një miku i cili fundit ishte një shtet me forcë nukleare. Çfarë pritet, zoti Rakipi? Jemi pranë një marrëveshje, por në gjitha analizat pritet që të jetë një marrëveshje e pjesshme. Domethënë, kush janë pikat që po diskutohen aktualisht përtej deklaratave të dy palëve, ku të dyja palët, për hir të vërtetë, edhe presidenti Trump, megjithëse me tona më të ulura, të paktën sot, por edhe Irani, flasin në kornizën e triumfatorit, e të fituarit të luftës. Kush janë 3 pikat kryesore të cilët kushtëzojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Iranin? E para është çështja e ndalimit të pasurimit të uraniumit. Janë 2 çështjet e pasurimit të uraniumit. Është 490 kilogramshi për cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që të hiqet nga Irani dhe ta marrin vetë, ndërkohë që më herët Lavrov dhe Rusia kishte ofruar që ta merrte në ruajtje këtë sasi uraniumi me idenë që Irani qëndroi jashtë mundësisë për të prodhuar një armë bërthamore. Megjithatë, kjo pothuajse nuk po diskutohet fare, por bëhet fjalë për një ndalim pasurimit të uraniumit për një 10 vjeçar, për një dekadë.
Pika dytë është hapja Hormuzit dhe Hormuzi, ndërkohë që presidenti Trump gjithnjë më tepër po fillon të largohet nga ideja që shiko se do ta menaxhoj, do hapet Hormuzi, po do ta menaxhoj unë ose do ta menaxhoj bashkë me Iranin. Irani ka refuzuar këtë formulë. Kina, çuditërisht, ka 2 ditë që është shumë aktive, qoftë Ministria e Jashtme e Kinës, qoftë forcat armatosura të Kinës, cilët e kanë shprehur qartë. Hormuzi është çështje iraniane. Megjithatë nuk përjashtohet mundësia që të ketë një aleancë ndërmjet Iranit, vendeve të rajonit siç është Omani, por edhe ndonjë shteti nga Bashkimi Evropian. Çështja tjera të cilët pretendon të arrijë Irani, sepse janë 2 palë që negociojnë njëra tjetrën. Këto 3 pika janë kryesore për sa i përket Shtetet Bashkuara të Amerikës. Heqja sanksioneve. Irani ka kërkuar heqjen e sanksioneve. Në vitin 2015, zoti Rakipi, Irani kishte diku 100-120 miliard dollar të bllokuar në bankat ndërkombëtare, ndërsa sot mendohet që të jenë diku 40 miliard dollar. Sigurisht që në kuptimin e kapacitetit të eksporteve të Iranit nuk është ndonjë shumë e madhe, por Irani ka një mungesë valute të huaj, e cila e vështirëson tregtinë ndërkombëtare dhe Irani ka shumë tregtime jashtë, nuk është një shtet që vetëm shet po edhe blen, kështu që i duhet valuta. Ndërkohë që problemi i raketave balistike, e cila nuk po përmendet nga presidenti Trump, Irani ka ofruar një zgjidhje tjetër, but, që raketat balistike do vazhdojnë prodhohen, por nuk do jenë në rrezë veprimi të gjatë. Kjo është ideja, po hajde kontrolloja pastaj këtë provozim të Iranit, cili pas saj fsheh idenë që ne kemi vetëm për mbrojtje raketat balistike dhe jo për sulmuar. Do jetë po bëhet një diskutim shumë i fortë edhe për çështjen e milicive të Iranit në rajon, ku Irani me sa duket ka pranuar të heqë dorë pjesërisht nga mbështetja financiare dhe politike, por dhe ushtarake e këtyre milicive. Për sa i përket dëmshpërblimit, mbetet një formule e hapur dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duket se do ta pranojnë çështjen e dëmshpërblimit, por mbetet e hapur formula si do jetë dëmshpërblimi. Mendohet që disa shtete, sidomos shtetet e gatishullit, do japin në formën e asistencës, jo në formën e dëmshpërblimit, për të patur një konotacion politik më të butë. Ajo që mbetet pikë shumë e diskutueshme dhe kërkesë e Iranit është garancia ndërkombëtare. Irani tashmë ka zbritur në idenë, pak më herët ishte me idenë që mund të ishte Kina ose Rusia, një nga shtetet që do të garantonin ndërkombëtarisht një marrëveshje midis 2 palëve. Tani Irani po thuaj ka hequr dorë nga kjo ide dhe po luan me idenë që një marrëveshje e cila ratifikohet në Kongresin Amerikan do të ishte një lloj garancie. Kështu që ndërkohë që Franca dhe Britania e Madhe vazhdojnë koalicionin e tyre europian për të krijuar një forcë sigurie për ta marrë ata në menaxhim Hormuzin, me deklaratat e fundit, sidomos torbat e fundit presidentit Trump, por gjithë ditën e sotme. Në Shtëpinë e Bardhë, ideja është që jemi pranë një marrëveshje. Mendoj që do jetë një marrëveshje e përkohshme për të lënë portën e hapur, si thua, për një marrëveshje përfundimtare të madhe. Dhe marrëveshje Trumpi nuk është se u përmbahet apo ja. Po ka disa probleme, zoti Rakipi. E para që kjo luftë në gjithë mediat amerikane është e humbur. Është e humbur për Amerikën. Ministra e Financës Britanisë, dhe Britania është shteti më lart i Shtetit Bashkuar të Amerikës, deklaroi që kjo është një luftë idiote, e marrë, sepse nuk i ka pasur qartat as objektivat dhe as mënyrën se si do mbyllet lufta. Një luftë idiote. Kështu tha ministra britanike. E dyta, kjo luftë përveç idesë që nuk ka objektivat qarta, mos haro edhe koha nuk është favor të presidentit Trump, sepse ka zgjedhjet e pjesme shtator tetor, kemi në qershor kampionatin botror, por pas një muaji gjys do shkojë në Kinë. Si që një situatia ashtu dhe do përfundoj. Kjo është një luftë e humbur, po mos haro, kush janë përfituesit nëse mbledhen vetëm 2 gjëra, se është shumë interesante. Ndërkohë që në fillim të herës u fol që kjo luftë bëhet për të goditur influencën dhe ndikimin politik dhe ekonomik të Rusisë dhe të Kinës në rajon, e vërteta tani sot është krejtësisht ndryshe. Rusia vetëm gjatë një muaji të këtij konflikti të madh ka arritur të furës në arkën e shtetit 20 miliard dollar shitje të naftës dhe të gazit, megjithëse është në sanksione, për shkak kërkesës madhe dhe bllokimit të Hormuzit. Dhe gjithë vendeve të prodhuese të gatishullit që përbën 20% të gjithë sasisë botërore. Kina ka shansin e madh. E para njëherë që duhet thënë dhe kjo pjesë, nuk ka asnjë anije kineze të bllokuar deri tani. Se kur flasim që do bllokojmë
do të bllokojmë Iranin. Bllokon përgjithsisht ajo furnizohet 80% me Kina dhe po su bllokua Kina s'ka. Dhe kur del dhe thua që e kontrolloj unë, atëherë duhet thuash sa anije kineze ke bllokuar. Nuk është mbyllur Ormuzi thua ti. Jo, më shumë e thjeshtë. Sa anije kineze ke bllokuar. Po çfarë synon kjo? Ky është tani gjithë tradhativa është që të mbulohet gjithë kjo humbje e madhe. Gjithë ky dështim i madh. Dhe gjitha palët bëjnë tërheqjet e tyre, taktike, që t'i krijohet mundësia edhe presidentit Trump që thotë jam i fituar. Egon? Situata me presidentin Trump është dramatike në raport me Iranin, sepse paktën 2 ditë më parë që unë po dëgjoja këta analistët e sigurisë amerikanë, njëri prej të cilëve Robert Pape, kam cituar edhe një herë tjetër, këshilltar i 4 presidentëve, analist i sigurie i Pentagonit, ndër më të mirët në botë për çështjet e sigurisë të luftës, po thoshte që situata ku e ka futur presidenti Trump lindjen e mesme, po e kthen Iranin jo për merit të Iranit, por për dështim të Trumpit në fuqinë e 4 në botë. Pra Amerika e para, Kina e dyta, Rusia e treta. Kush e thoshte këtë? Robert Pape. Ish këshilltar i presidentëve amerikan, analisti i Pentagonit, është ndër strategjistët më të mirë politikës luftës që s'ka sot në botë. Dhe këtë e thot një Amerikan. Që ka qenë në leadership. Po, në shtëpitë bardhe, në Pentagonin, domethënë në nivelet më të larta të vendimarrjes. Jo për merit të Iranit. Jo për merit të Iranit. Për dështim të administratës amerikane, po kthehet fuqia e 4 në botë, jo se Irani është fuqi industriale apo financiare në raport me Kinën apo me Amerikën, por sepse i ka dhënë në dorë kontrollin mbi ngushtisjen e Ormuzit, mbi 20% të naftës. E po të bësh këtu bashkë edhe 11% të naftës që e ka Rusia, shkon 30% të naftës që në një mënyrë ose një mënyrë tjetër kontrollohet nga ky pol. Pra nga Irani dhe Rusia, aleati i Iranit, dhe i destinuar për industrinë e madhe të Kinës, pra gjithë kjo naftë. Pra është krijuar një pol i jashtëzakonshëm fuqie për shkak të dështimit të presidentit Trump. Dhe alternativa e kësaj cila do të ishte ose një sulm, boots on ground, me ushtar, dhe administrata amerikane për presion ka dërguar aty një 6.000 marinsa të tjerë, po unë e kam qëtur këtë luftë me llastiqe. Kam shkot këj muhabet, që është e 6.000 të tjerë ati, po pastaj ja i qove ata. Qa do bëjnë? Do ruaj në anijet, se gjithë tjetër s'mund të bëjnë dot. Ose të tërhiqet në kuptimin pra të shpall humbjen. Dhe midis këtyre të dyjave, pra sulmit që është i pamundur sepse është shumë i kushtueshëm financiarisht nga pikpamja njerëzore dhe nga kuptimi gjeografik i Iranit, dhe tërheqjes që është gjithashtu e kushtueshme se është turp politik ta bësh atë gjë, është i detyruar të shkojë në një marrëveshje me Iranin, po edhe Irani nga ana tjetër, sepse mos harrojmë që edhe Irani është goditur, dhe Irani nga pikpamja e infrastrukturës është goditur shumë rënd dhe është shkatëruar, kështu që janë të kushtëzuar palët që të shkojnë dhe të ulen në tryez. Edhe pse takimi i parë i Islamabadit ishte në frymën e një mosbesimi nga të dyja palët dhe është e kuptueshme, analistët thonë që zakonisht kur s'ka palë fituese, kjo është një gjë shumë normale që të takohesh një herë, të kesh mosbesim, të mos arrish në një marrëveshje, të takohesh një herë të dytë, derisa gjërat fillojnë edhe të sheshohen për të dyja palët. Pra, derisa të dyja palët të fillojnë edhe të përpunojnë argumentet si t'ja shesin popujve të tyre që kemi fituar diçka. Pra, duhet shkohet në atë rrugën e gjatë edhe të ngushtë të kësaj marrëveshje të detyruar. Dhe ky Robert Pape, shumë interesant ky, e ndjek këtë, edhe i këshilloj dhe ata që na dëgjojnë që ta ndjekin se janë personazhe interesant. Thoshte edhe një gjë tjetër, që të jetë e qëndrueshme marrëveshja, thoshte, dhe afatgjatë, për sa mund të jetë, mbi bazën e kërkesave të secilës palë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë me Iranin çështjen, e kanë me Izraelin, sepse Izraeli mund të bëhet faktor që të prish, të futet pyk në mes dhe të prish përpjekjet tona. Ulemi në të dy në tavolinë për të arritur marrëveshje, vjen i treti dhe na e kthen tavolinën në përmbys. Gjë që Izraeli e ka bërë gjatë këtyre ditëve me çështjen e Libanit. Dhe ai thoshte që propozim konkret, Kongresi të kalojë një ligj që të thotë deri në fund të mandatit tim si president, Izraeli ka 0 lek financim. Siç ka Izraeli tani $13 miliard në vit,
nga 4 u bën 13 gjatë kohës së presidentit Biden, 0 lek do ketë. Pra, një mënyrë për ta detyruar Izraelin që të ulet dhe të mos prish marrëveshjet. Dhe meqense erdhën tek Izraeli, kishte edhe një lajm tjetër sot, të shpallur po nga presidenti Trump, që me Libanin. Po ky më shumë është lajm i shpallur se sa fakt në terren për mendimin tim. Terren nuk ka ndodhur thotë. Sepse po ka shpallur Trumpi thonë. Jo, ka ndodhur. Tani që po vija domethënë në orën 12 natës futet armpushimi. Dhe ky është një nga kushtet paraprake për të rinisur një raund tjetër negociatas midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Domethënë ishte kushti i Iranit. Dhe presidenti Trump e njoftoi para se të flisë Netanyahu. Ndërkohë që në Izrael ka një debat shumë të madh tani sepse është ngrit qeveria e thotë ti nuk e këshilluar me ne dhe nuk është miratuar në parlament. Si e ndalon ai e ka bërë fakt të kryer. Po. Presidenti Trump e bëri fakt të kryer. E ka bërë fakt dhe e vetmja mundësi që Shtetet e Bashkuara dhe Irani të ulen të pashqetësuar për të finalizuar diçka është që Shtetet e Bashkuara të mbajnë Izraelin dhe Irani të mbajë Hezbollahun. Pra secila palë të mbajë po themi proksit e vet, jo se Izraeli është proksi i Amerikës. Po palën që ka influencë. Pra ti mbajnë këta dhe ne të dy të ulemi të. Po unë mendoj që do të jetë shumë e vështirë zoti Gjinishi sepse ne e dimë që përfaqësuesit që kanë shkuar të flasin atje pra që janë palë në këto bisedime nga Libani, nuk i pyet njeri. Në fakt që herën e parë, që kur filloi raundi i parë i bisedimeve, ishte vënë kusht që lufta Izrael-Liban të përfundonte, nëse kujtohet kishte një debat shumë të madh kundër hyri Pakistani. Shtetet Bashkuara të Amerikës mohuan që Libani kishte qenë pjesë e bisedimeve. Irani e kishte bërë kusht, atëherë ndërhyri Pakistani sepse bisedimet janë bërë tresh. Pakistani ka qenë prezent, dhe tha po tha. Dhe u përfshi po, duke parë dinamikën në terren, na lind pak pyetja domethënë sa mund të aplikohet. Ne dimë që Irani është mozaik politik, aty ka nuk është vetëm Hezbollahu, është kjo vetëm një partia e kryetarit të parlamentit që është vetëm një garanci ka aty. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin ta mbyllin luftën me Iranin, Izraeli nuk vazhdon të më luftë. As me Iranin, as me Libanin. Sepse furnizuesi i Izraelit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Garancia e Izraelit për të bërë luftë qoftë me Hezbollahun, qoftë me Hamasin, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa këto, edhe lufta me Hamasin tregoi që Izraeli u ndodh shumë ngushtë. Por kjo vjen me kushtin ama që dhe Irani të bëjë të njëjtin gjë me Hezbollahun, pra dhe Irani i thotë ndalu. E thash që një nga kushtet që ka vënë presidenti Trump është ndalimi i financimit të gjithë milicive shiite që janë rajon, se nuk është vetëm Hezbollahu, edhe janë milicit në Irak, janë Huthët pastaj. Huthët që janë problemi i madh që kërcënojnë çdo ditë, nëse do kemi një rikthim në luftë, që unë e shoh shumë larg për hir të vërtetës, paktën duke referuar këto zhvillimet e këtyre 2 ditëve të fundit, atëherë menjëherë Bab Mandeb do mbyllet. Dhe kjo do krijojë një krizë shumë të madhe. Dhe Irani në fakt e ka kërcënuar, ka paralajmëruar dje që do ta mbylli, nëse do të kemi sulme prapë. Dhe mbyllen 2 korridoret e mëdha dhe krijohet një krizë e madhe financiare. A janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gatshme dhe pozita e presidentit Trump për të pranuar një krizë shumë të madhe se sa ajo për ta thelluar. Besoj që jo, as faktori ndërkombëtar, por as brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës kritikat për presidentin Trump kanë arritur aty ku s'ka ndodhur ndonjëherë. Është vërtet dhe presidenti Trump nga ana tjetër, sa i takon po themi relatave të tip politike personale, gjendet në humbje të një pasqyrshme të aleatëve të tij çdo ditë. Të aleatëve të jashtëm, të shteteve pra aleate të Amerikës edhe të aleatëve politikë dhe të forcave të brendshme, të grupeve të ndryshme të interesit që kanë kontribuar në ardhjen e presidentit Trump në pushtet, siç janë për shembull katolikët, cilët me këtë telenovelën e fundit me papën, dukshëm kanë krijuar një çarje me administratën Trump. Po flas këtu jo në nivel se kjo duhet përkthyer në sondazhe në nivel votuesish, në nivel baze, por në nivel përfaqësuesish katolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shembull, peshkopi i ushtrisë amerikane, pra përfaqësuesi zyrtar i kishës katolike në ushtrinë amerikane, ai që bekon ushtarët katolik, po themi kështu, në një deklaratë shumë të rëndë, pak ditë më parë, që mos gabojt nuk e di datën e saktë, por tani gjatë kohës së këtyre debateve me papën ka thënë që ushtarët amerikan, gjithmonë katolik, nuk e kanë të ndaluar moralisht që të mos u binden urdhrave. Kur urdhri është në thelbin e vet jo moral, siç mund të jetë urdhri për të zhdukur një qytetëri me armë bërthamore për shembull. Pra nuk e kanë të ndaluar që të mos i binden urdhrave të. Në fakt në një po vazhdoj të njëjtën diskutim. Në fakt në të njëjtin kontekst kjo po tregon një çare tjetër që
e ka krijuar MAGA, ose e ka krijuar Trumpi brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndarjen e madhe religjioze. Sigurisht që deri dje ne kemi bërë diskutime se si ka mundësi që organizohen grupet religjioze në zgjedhjet presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është gjë shumë interesante. Ndryshe nga çdo për shembull në laicizmin evropian. Ndërsa këtë herë ka një çarje të madhe, cila ishte arsye? Goditja e papës ishte e pafalshme. Papa nuk është një autoritet politik. Vatikani nuk ka ushtri. Është një autoritet moral, ligjor, moral dhe shpirtëror, po themi më shumë. Dhe goditja e papës ishte shumë e egër, aq më shumë. Ajo pamja e Jezusit, Trumpit si Jezusit, ishte një blasfemi. Sakrilegj. Ishte një blasfemi cilët bota krishtere nuk mund ta pranojë. Se kalon aq kollaj. Kjo është një çarje shumë e egër. Analizët flasin për pasojat katastrofale ekonomike, veçanërisht në Evropë. A ka ndonjë ndryrje të liderëve evropian për ta zgjidhur këtë problem? Që të gjithë. Banka Botërore, FMN-ja, Agjencia Botërore e Energjisë ishte sot në konferencë përshtypje dhe thonte, kreu saj thonte, jemi në prag të një katastrofe të paparë ndonjëherë. Teksa flasin për dëmet, zoti Rakipi, dhe ne jemi fokusuar më shumë tek dështimi i presidentit Trump, por mos harrojmë që dëmet brenda në Iran janë katastrofike, shumë mëdha. Në vlerësimet paraprakta mendohet që Irani, fatura e dëmeve të Iranit shkon në $270 miliard. Shumë. Ndërkohë nuk dihet se ç'është bërë në Izrael dhe sa është fatura në Izrael, vetëm qytetet që janë veri në kufi me Libanin janë 3.000 banesa të cilat janë pabanueshme, të shkatruara. Imagjinoni ç'është bërë në Jaffa, ç'është bërë në Jeruzalem, ç'është bërë në Dimona, poshtë pastaj. Kështu që ne nuk do të kemi tani një faturë të madhe, po kur shikon se si u zhvilluan luftimet me raketa, me bombardimet pafund, çdo ditë ka pasur nga 100 objektiva që goditeshin. Dëmet janë katastrofike, por ajo që e bën konfliktin, si thuash, më problematik nuk janë dëmet midis dy palëve, se sa konflikte ndodhin botë. Çështja është që çfarë prodhon kjo në aspektin ndërkombëtar, dhe është pikërisht kjo kriza e madhe energjetike. Dhe 2-3 javë dhe të gjitha rezervat e naftës në vendet e zhvilluara boshatisen, zoti Rakipi, boshatisen rezervat e naftës. Dhe ky është problemi i madh. Dhe teksa folëm shpar, se më ngeli pak çështja e Kinës, thashë Kina është një nga përfituesit më të mëdhenj, jo vetëm për shkak se nuk ka ndaluar fare furnizimi i Kinës. Fare. Para 3 ditësh kishte 4 anije të paktën që u deklarua botërisht, ishin 2 cisterna dhe 2 anije mallash, cilat ka ruar. Bëjmë kujdes se varet nga cilat porte. Se këta që donin ta përgrinjë e shtronin si lajm thonin nuk janë nga portet e Iranit, janë nga portet tjera nga Emiratet. E vërteta është që Kina merr 54% të naftës dhe gazit në Gadishull që jo të gjithën e mbulon Irani. Por reagimi i Ministrisë së Jashtme kineze dhe reagimi i ushtarakëve kinez për herë të parë dje lën të kuptosh domethënë që Kina është rreshtuar, pavarësisht se gjithmonë Kina qëndron në hije, me mbrojti tezën e kësaj, domethënë që ne kemi marrëveshje ndërkombëtare me Iranin dhe nuk lejojmë askënd të ndërhyjë. Për herë të parë Kina flet në këtë gjuhë. Evokon të drejtën ndërkombëtare pra. Dhe fakti që Kina nuk ka krizë, dhe nuk ka për të pas krizë. Ta abstrahojmë një idenë sikur do bllokohet totalisht pjesa e eksportit të naftës dhe gazit nga Irani. Është Rusia gati që furnizon Kina. Domethënë ideja për të justifikuar këtë konflikt se po godasim ekonomikisht Kinën nuk ekziston. Po kriza globale është shumë e madhe. Imagjino para disa ditësh edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që marrin vetëm 7% naftës në Gadishull, një fuqi nafte shkoi $100. Për herë të parë, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Po e vërtetë është. Edhe në vetë Gadishullin arabik ka mungesa, sepse një pjesë e madhe e depozitave janë shkatruar, por edhe një pjesë e rafinerive janë shkatruar. Dhe ne do ta ndjejmë efektin e këtij shkatrimi pasi të vendoset marrëveshja, pasi të nënshkruhet kjo marrëveshje e pjesme, sepse do kemi mungesë energjie në treg. Do të them edhe një gjë shumë interesante për avionët. Po. Se një tjetër problem është çështja e mungesës së benzolit të avionëve dhe është folur në media, janë bërë edhe emisione se kjo është duket e largët nga që ne nuk përdorim avion në jetën e përditshme, në makina, po mund të bëhet problem sidomos për udhëtimet dhe sidomos për sezonin turistik, para të cilit jemi.
kreu i kësaj agjencisë energjisë, jo atomike, por agjencisë energjisë, kishte thënë që edhe 6 javë kohë ka në Evropë përpara se rezervat e benzolit të përfundojnë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë racionimi i udhëtimeve me avion. Udhëtimet e afërta, ato të cilat mund t'i bësh edhe me mjetet të tjera transporti publik, me tren, me autobus ose me vapor, me traget, do të anullohen. Zakonisht këto janë për vendet e Evropës që kanë udhëtime të brendshme. Për shembull Napoli-Milano. Për shembull Napoli-Milano do ta bësh me avion, do ta bësh me tren. Udhëtimet e largëta do jenë të fundit që do të ruhen, sepse s'keme, domethënë në anën tjetër të Atlantikut me avion do shkosh, se nuk keme çfarë të shkosh. Po që edhe shpenzimet e konsumatorëve rriten pafundësisht. Dhe do të rriten. Dhe ishte një debat shumë interesant në Itali, sepse thoshin, dhe për ta mbyllur me këtë, duhet që të prenotojmë tani për pushimet verore me çmim të lirë, se po prenotove më para është çmimi më i lirë, por me mundësinë që ai udhëtim dhe ajo linjë të mbyllet, apo të presësh dhe të shohësh se cilat linja nuk do të mbyllen dhe të prenotosh më vonë, po sigurisht me çmime të lartë. Ky ishte një nga debatet që kishin në Itali në lidhje. Po besoj edhe në vende të tjera sa i takon udhëtimit me avion. Është krizë që do ndodhi në gjithë botën. Presidenti Trump së fundmi ka sulmuar dhe Giorgia Melonin. Po. Ç'bëri Meloni vallë që për të hequr vizën Trump që e donte shumë. Meloni bëri 2 gjëra. S'mund ta mbaj krizën e Trumpit mbi kurizën e vet, kjo është. E para një herë që Meloni ishte nga zërat e fuqishëm në Unionin Evropian, të cilët kundërshtuan konfliktin, kundërshtuan mbylljen e Hormuzit, se mos harrojmë diçka se gjërat zhvillohen shumë shpejt dhe ne harrojmë retorikën që përdoret se si ndryshon. Presidenti Trump u fut për ta çliruar Hormuzin, për ta hapur Hormuzin. Ndërkohë ne jemi në një pikë që Hormuzi është i rrethuar nga paktën kështu deklarohet nga presidenti Trump. Pati një përplasje për shkak qëndrimit të Unionit Evropian, pati një përplasje dytë kur Italia refuzoi të përdorësh bazat e saj. Thënia e famshme e Melonit që Italia nuk është pistë me qira. Po. Ndërsa kulmi i përplasjes arriti kur Me Izraelin, ëh? Trumpi sulmoi Papën. Meloni pati një qëndrim shumë. Po edhe anullimi i marrëveshjes së mbrojtjes së bashkut me Izraelin. Ishte një reagim për të refuzuar pozicionin pro luftës. Giorgia Meloni edhe për shkak të presionit të opozitës, ka ngrirë marrëveshjet e armëve me Izraelin. Dhe Italia është vendi i tretë që eksporton armë në Izrael, për nga sasia e madhe. Sigurisht që nuk është që merr ndaj gjë të madhe, sepse pjesën më të madhe të furnizimeve e marrin Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo është një kosto, ndërkohë që ne po flasim shumë pak për Izraelin dhe Izraeli është thelbi i gjithë konfliktit. Izraeli sot gjendet më izoluar se kurrë në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo faturë është direkte e Netanyahu dhe gjithë ekstremistëve të djathtë, cilët e sollën Izraelin në këtë luftë pa kuptim. Sot në fillim Netanyahu fliste për Izraelin e madh, sot ka gjysmën e Izraelit shkatruar, gjithë qytetet e Izraelit janë bombarduar. Për herë të parë në historinë e Izraelit nuk ka ndodhur kurrë më parë që Izraeli të goditet. Gjithë ato investime me miliarda euro dhe disa mburoja cilët mendoj që Izraeli ishte vendi më i mbrojtur në botë, rezultuan që nuk ishin aq efikase. Ka një debat shumë të madh në Izrael, edhe tani që po flasim, ka shumë mundësi që nëse do funksionojë armëpushimi me Libanin dhe me Iranin, të shpërbëhet qeveria e Netanyahut, sepse grupet që kanë në koalicion Netanyahu janë shumë më ekstremiste se sa Netanyahu vetë dhe kanë kërcënuar që shpar. Tani unë kam edhe një pyetje, domethënë disa fjalë për çdo ditë që kalon presidenti Trump bën reagime të çuditshme. Po, ka sulmuar Papën e Vatikanit, pastaj nxori foto të vetën si Jezus, u bë si Jezus, u shkrua si Jezus kështu. Dhe së fundmi që po ngjallte një të vdekur. Po. Dhe së fundmi kanë nxjerr foto të Jezusit që përqafon Trumpin. Të them dhe një si janë pritur në SBA këto qëndrime tani? A ka thirrje aty për të marrë masa? Apo tani nuk merret me njeri me këto që bën Trumpi? Jo. Serioze është situata. Një reagim tjetër i fundit fare, më thënë, është i pabesueshëm ky president. Çka ka bërë tani? Çmenduria e tij e pabesueshme. Ndër dy reagimet e fundit, pas shpalljes së armëpushimit Izrael-Liban, ishte reagimi për sallën e ballove në shtëpinë e bardhë. Ajo është salla 400. Po që do ta rikuperonte. Po shikoj çfarë thot. Pasi godet se e hodhi poshtë një gjyqtar, e rrëzoi. Dhe ky bën e qëndis aty flet rufe për gjyqtarin. Ne shan gjyqtarin e bën si lëgjë pa thënë
Dhe diku aty thot që salla e ballove, do kërcesh aty, valse këtu, salla e ballove në shtëpinë e bardhë është e një rëndësie jetike për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, sepse ka xhama antiplumb. E pabesueshme. Do të thënë po e shifja, ka instalime antiraketore, ka xhama antiplumb, do të thënë po e shifja edhe nuk po e besoja do që ishte statusi i presidentit Trump. Ka një lëvizje brenda Kongresit Amerikan dhe po mendohet që të majtët krijojnë një komision mjeko-ligjor për të bërë vlerësimin, jo, tani, për të bërë vlerësimin e gjendjes shëndetësore të presidentit. Po ligja lejon që të bëhet se çdo. Se për shembull në Shqipëri nuk pranon njerëz vizitohet. Po ti këta tanët, po ti u thuash, të mëdhenj të kemi ne, doktorit Ramës e këtyre, nuk të pranon njeri nga këto. Kongresi po mori vendim s'ka çfarë të bësh. Po kongresin e Kongresi po mori vendim, nuk e çfarë të bësh. Se Kongresi ka kom pastaj. Po që të kaloj komisioni duhet marrë votat edhe të republikanëve. Nuk bëhet në mënyrë të njëanshme. Nuk është, shikon, nuk është e rëndësishme a do kaloj, s'do kaloj komisioni. E rëndësishme është shikose në çfarë diskutimi jemi. Mund të shkojë puna dhe deri për doktor thua ti. Tani një pjesë e madhe e këtyre kritikëve thonë që ky ka nevojë për doktor, po ne po flasim, po mundohemi të ruajmë kortezinë dhe etikën e një diskutimi, por fakti që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë situatë kaq vështirë ka arritur që brenda faktorit politik në Kongres të diskutohet a është apo s'është i shëndetshëm mendërisht presidenti ynë, kjo është goditje shumë e madhe për atë. Sepse Trump është biznesmen, ne kemi parë gjithmonë presidenti Trump nuk ka thënë herë dy deklarata që mbështesin njëri tjetrën. Kështu ka qenë gjithmonë ai njëri. Mëngjes flet ndryshe, darkë flet ndryshe. Mirë, po fakti që kjo ndryshe mëngjes, ndryshe darkë përfundon me një luftë kaq të egër, atëherë njerëzit si thush, faktori politik duhet të reagojë. Dhe të djathtët në Evropë, se kjo është shumë interesante, duke parë të gjithë këtë humbjen e shëndetit mendor të presidentit Trump dhe pasojat politike që kanë, po e marrin mesazhin për të ardhur tek Meloni dhe për të ardhur tek konflikti me Papën, se të djathtët në Evropë janë katolikë, të mos harrojmë këtë gjë. Goditjen e mori Orbani, mbështetësi më i madh i Trumpit katolik. Goditjen e parë e mori Meloni me referendumin në Itali dhe ajo katolike. Konflikti me Papën dhe të djathtët në Evropë po e kuptojnë që mbështetja... E djathtët gjermane, po. Mbështetja nga presidenti Trump prodhua ka kosto dhe humbje, jo fitore politike. Këtë gjë po kuptojnë të djathtët në Evropë dhe kjo është, mendoj unë, edhe arsyeja pse Meloni po bën llogaritë të tjera për të mbledhur liderët evropian drejt një strukture evropiane më të pavarur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po e kuptojnë që po marrin kosto, është e thjeshtë. Dhe Meloni nuk do që kostot e shëndetit mendor dhe të gabimeve strategjike të Trumpit ti mbart ajo në zgjedhjet në Itali. Është e thjeshtë. Me pak fjalë, domethënë një nga efektet e kësaj lufte ishte goditja e të djathtës europiane. Po. E djaththa europiane për shkak trumpizmit po bie. Unë ju falenderoj shumë për po që më thoshim në një gjë, do presim tani javën e tjetër, çfarë do bëj presidenti Trump, çfarë do thotë gjë tjetër. Si të vazhdojnë këto punet, gjitha ne do të ndjekim, do të dëgjojmë një fshat i vogël ku jemi ne tani këtu. Dëgjojmë një gjë, bisedojmë dhe dëgjojmë shtonë të mëdhenjtë, edhe analizat e mëdhenjve, gjitha dhe themi edhe ne në një gjë, nderuar televizionistë, faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo ishte pjesa e tretë, me shkurtër pak, se dhe lufta duket sikur është pezulluar për momentin. Po. Stopuar, në pushime e gjera. Kaq kishim natën e mirë se po më shikojnë dhe këta operatorët. Si janë shumë të gëzuar sot, e zgjatëm. Natën e mirë.